si që pot në komunën nështë ta matë sukseshme për nga prodhimi i produkteve që kanë tregje gjithë Evropën, po dhe më largë dhe në Australi, që me krenari në Australi ma prezentu ta unë dhe sjeli produktin nga Kosova që ko shia aromë, se ka sigurisht edhe ta produkte shumë tjera, po ta ko shia aromë Kosove. Kjo është aja që neve në banë ambasador për me sjuve më të mjetë më shumë produkteve që prodhohen këto. Pashi ju banën tonë nuk vina ta me provu edhe me orë me të po gjithë bukurin natyrore, me po mirësjelljen tonë, me pritjen tonë, se me ju dhe ma ka të rejë vrejtën më thonë, mëse për te nga blandishja në shqesë zde mirë, e ka njerë për më këtjellë, kështu që e për të volje, kretorin e përgëzojna për pritjen, e përgëzojna për qapomësat, ju dhe me le dhe kërë dhe tha që të ta për të, këtë shka me të veç puna morë. Kështu që faleminderit për pritje, na prit të mora bashkarisht, e ju boft mirë gjithve. Ne konfryja të mosh, do e përgjën të finesa, o marrumje të rëgjën që kemi dhe përrimin që shqisë më të mire. Kemi bizniset më të mira, në bazë numit banora, Polis Soareka është një komune mesme që në nëmëron 45.000 banora. Me diasporën e kemi mati, po qofë se e morën për kokë banori, Soareka faktura më të maja në rubrikën e Kosovës për palitur biznis të diasporën. Tu kemi edhe kërkare shqatës bizniset që është morë të kjo është këto. Kemi edhe bizniset se du mi përmen pak se najna mjellë për qep, nuk kemi më agent sot, po sot Soarek kemi kalu vetëm 1% të bizniset Soarekës. Kemi edhe më të pisa qërë palushit, që më të vërtet jena një krenar, se kemi një klub të lirgin, që më të vërtet është Super League, përlendru si donatorë kërësor, para me ndonë e klubë ju dhe përbor pjesë në gara Europiane me lujtën me Benfikin e Portugalisë që kjo përnjerë me një vakë të kononë, ose ka lujtë me Izraelin. Arsim ka bashkë në Akentu, një ashtu është një e ka klubin e Balkanit që ka ra Balkanit Soareke se ka një dritën në rampën Europian. Edhe krejt ekipit e Kosovës, ta që i vend e dy për më pashkon drejta Argjilanit. Kemi dhe asistafën që vira disponimin e Kijeve, na të thëjmë alkoholik i vera, ma shumë alkoholin spedona, është të mundu ma hekë mu alkoholin, po unë mësu alkohol me ti. Kemi Ahmet Kuqin, prodhimin e këpusve një ashtu, solidi që me të vërtet e ka dhënë disporim shumë ma unë, respektive vetëm për shtatë lupës, që ja ka minuën. Kemi këtu dhe shoqatën e biznisët tona që janë Islamin Aketo, një ashtu dhe Islami kemi vizitum, po vetëm një pjesë kena vizitu, si kena vizitu fabrike në laqeve dhe fasadat që ka. Që shemë biznisët qira, se s'pozojmë së përmenë që nëni pa e kam problem. Kemi këtu dhe kërëtajnë e fondës ekonomike, Sofian. Adrian, me... Po alloj si majnë me në kriserat. Jo, Leon, s'pozojmë dhe përmenë. Kemi edhe shkëzeni këtu edhe një artë jasmor, farëndej shumë. Na i kemi sytë ka ju, edhe njësa me thamë që muj korek kosht edhe muj jetor Soarek dërshon. Njësan, sa që apetirë karnevalën, një tërgut që i mbajma karnevalët Soarek, ka short. Kemi organizimin e karnevalën, parëndej shumë nuk du në folë. Kemi edhe muzik live, po muzik Soarekës, nga i njëmë njërë që Kosovë për muzikë, kemi dhvina për muzikë. Që që Soareka të në fundit, ka morë një përndej shumë në njërë. Finaci, që janë në provimet e Vera Soarekës, edhe vazhdojmë ka dole që ka ma në rëpit, po juve në presëm bukë për i kënzanë. Përndej shumë. Dhe faleminderit rejtë që nga ju, për atë qëfar ka bo diaspora, në drejtë që pa përgjojnë diasporës, liria Kosovës, kështë me qenë shumë apështirë.
por edhe pa përshërojnë e diasporës, zohet me këtë shumë abortë. Prandaj, në veç. Jenë nështë edhe me faktë që pojë komunës jenë edhe grasë të ujtë të vetë ka qenë dhe partë të tjetë të dhe kjo është e sinergjia pozitive që ka lidhë shtetin lokal dhe banit e komunës Suarekës, cilat vazhdojnë me kontribu për zhvillimin në raport komunës, po edhe dhe gjithësi. Unë besoj që një rastisht kryetori nga ka qenë këto, se ka pasur se unë edhe unë besoj që ka qenë për me investu, sepse e po kush duke të kryeministri, duke hapjen e një, nuk e di që ka shpronësimin apo të mirë, s'ka këtë që të përdohet, me gjitha të është mirë, dhe të kryonë fushë shumë atë mira që më ndërtu këtu një fshat turistik dhe me u lidhë rruga që është ndërtim e sipër me rezervë. Që i këftoj bashkarisht utilizat të ju, ka punësi dhe vullnet të investohet këtu, në jo vetëm në diaspora, sot është edhe është ka edhe kapital, po dhe ide, që dhe të faleminderit. Ne konsiderojmë që i përshtatet shumë Suarekës ose teritorit tonë. Ajo është kultura prodhimit verës. Që i di që, si shta kryetari, rrushi i Suarekës gjithmonë është njohur në ish Jugosllavi si rrushi më i mirë, nuk e kam pasur ftyrën me provë teknike dhe teknologji me prodhim. Na prodhojmë verë dhe për vera mund një full të esën mëngjes. Mirë po, dhe më kanë shumë i shkurë. Diaspora për neve si prodhusë është shumë e rëndësishme. Deri tash nuk është shfrytzuar sa duhet, por tash po ju kërkoj ose ju inkurajoj që merrni prodhimet tona pa hezitim për arsye se në ne janë kvalitet shumë i lartë, edhe dyta ka tendenca në Evropë është në rritje në kërkim sidomos të verave ballkanike. Qëse na jemi pjesë e Ballkanit, atëherë është një moment i volitshëm. Suareka është një projekt pilot që çdo gjë që dikush mundet me menduar që me realizuar Kosovë, mundet me realizuar në Suarek, edhe për shkak të formës zhvillimit, por për shkak të njerëzve që kanë shumë përvojë, edhe industriale, edhe në agrikulturë, po dhe në fusha të ndryshme. Faleminderit. Shojmë se ardhe në gjithë, me qandi diasporës, që më afektu që jam një ndërpërnar e fabrikës të Pizza Solim. Ne kem fillu që nga të natët mirë me kuç me një dyqan, dhe që analizi pak ma betin në avizit, kem fillu me një dyqan. Nga të natët kem fillu një prodhim, cilin prodhimet tona kuptohet që ne hapat një mërë nga Kosova, nga tanë. Kurse sot, ne diku 70% eksportojmë, edhe pak si në humor që duha të rëndë se ju thamë këtyre deputetëve që të firmat e vogla morin të në Versace, Kardini, Bata, Keuxi e tjera derisa kusht tona i bartin firmat e njohë atë çka ka që Kosova nuk i përdore, sidomos institucionet tona i përdore, se me popull e kena punë mirë. Kështu që shijoni prodhimet vendore, bota jona ka qenë çdo herë, jam në Aleancë Biznesit, shijoni prodhimet vendore. Faleminderit që sot jeni prezent në emër të komunitetit e biznesit, ju përshëndes të gjithëve. Përndryshe unë jam Brekti Zogaj, magjistër i agronomisë, kam punuar si agronom në Kosovë, në kanë hekë punët, kam punuar si inxhinier në Sloveni dhe 18 vite kam qenë drejtori i kompanisë slovene Semenarna. Edhe kryetari i tha shumë senet që komuna jone si komunë
më të vërtet është e avancuar si në biznise, si në prodhime, e keni vrejt sot prezencën e juje në këto prodhime, por dëshira jone është që në të ardhmen ju jeni ambasador të tonë. Unë jam me shtërsi, jam slovene, po investimet i kompron këtu, nëse dojmë të Kosovë të avancojmë, duhet bashkarisht të avancojmë dhe të japim shans njeriut më të duhur edhe njeriut më të mençur që të na menaxhon shtetin, kulturën, prodhimin dhe punën. Ju faleminderit. Fabrika Mobilja dhe Financieri, dhe profesor, falenderoj shumë që keni pas mundësi edhe kohë për më marrë vizitureve. Kompanitura janë përkrasë nda juve, besoj që ju keni më konë të nashë të dhe neve, organizimi ka qenë kryetar, mirë më bashkëpunimi është i përbashkët, falenderoj gjithmonë, falenderoj shumë. Jo rasisht je i shpallën kryetari më i mirë në Kosovë për shkak të rezultatit edhe punës mirë që ke bo. Unë dëshiroj mi falimderu Omer Nuren, Ildakën dhe të gjithë kolegët e tjerë për një kontribut të jashtëzakonshëm që të bëjnë rritizimin e bizneseve në të gjithë botën me qëllim që të inspirojnë që sa më shumë të investojnë në ngritjen e ekonomisë kosovare. Sigurisht që kontributi po shihet me faktin e pranisë që ishte dje dhe pranisë që është sot dhe interesimin e madh për të vizitu dhe për të pa mundësi dhe opcionet e zhvillimit vendit. Prandaj, me plot të drejtë, kryetari Nura tha se tani kosovarët, shqiptarët në përgjithësi në gjithë botën janë ambasadorët e prezentimit, të prodhimit, të edukatës, kulturës, punës në të gjithë botën, gjë që ka dëshmuar dhe shumë rezultat. Sigurisht që na edhe ma tutje do ta bëjmë punën tonë, do dhejmë shumë kontribut të i afru, të i rjetizu dhe të i përafru sa ma shumë të gjitha bizneset. Si pas kalkulimeve, fuqia ekonomisë shqiptare jashtë Kosovës është shumë e madhe se ajo brenda Kosovës. Dhe bashkëdyzimi i këtyne sigurisht që kish pas me qenë një bombë për Kosovën e cila me thonë është tu përpjek dhe nuk ka kalu një periudhë shumë të këndshme të zhvillimit ekonomik kohëve të fundit, marë parasysh edhe problemet në botë, po marë parasysh rreth një vit e gjys kemi humbur një vit zgjedhor. Ne jemi krenarë dhe ne jemi shumë mirë, sa jemi në Suarek, sepse na minimum 5 deri në 6 herë jemi në Suarek bashkë edhe me kryetarin Shahini në organizime qoftë Agro Kosovës, qoftë komunës, qoftë të Golden Eagle. Për këtë arsye neve në Suarek me bëme në shku 2-3 muaj parë, sigurisht që njim që kemi lonë diçka mongit. Prandaj ti the që jeni komune mesme, po të pas parasysh punën, investimin, prodhimin, atëre në bazë të kapacitetit punës që bëni, sigurisht që jeni në komunat e mdhaja me punën dhe rezultatin e juj. Unë edhe matutje ju dëshiroj suksesit e ngjashme dhe unë dëshiroj që kjo organizim edhe kjo konferencë me thonë vazhdoj tjetë tradicionale që shka qenë, me shpresën që vitet e tjera do të festojmë rezultatet të cilat ka ndarë për këtyne takimeve që i patëm këto 2 ditë. Ju faleminderit. Nderuar kryetari i komunës Bali Muharremi, të nderuar ju afarist anën bon trojeve shqiptare, duke përfshirë këtu jo vetëm trojet balkanike, por edhe trojet jashtë Balkanit, musafir nga Turqia, vëllezërit tonë që na kanë ardhur, na kanë nderue, musafir nga vendet e ndryshme të Evropës, dhe kjo është madhështia e gjithë organizimit që rjeti global i ka bërë këto ditë, duke i bashkuar në një tavolin, në një sallë, në një drek, në një darkë, njerëz të suksesit, njerëz që dëshirojnë të kenë sukses bashkë me tjerë. Ne si Aleancë e Biznesit do e mbështesum iniciativat e tilla, iniciativat individuale dhe kolektive, sepse këtë e kena mision. Misionin i jonë është të rritum
ekonominë kombëtare, duke pas një mision shumë të thjeshtë, duke konsumu prodhim vendi, duke konsumu prodhime vendore, ne bom se cili pjesë e zhvillimit ekonomik kombëtar. Ju ftoj juve që këtë mision, kudo që t'jeni, kudo që t'jetoni, të jepni përparësi prodhimeve vendore, t'i konsumoni ato, sepse ne ju vlerësojmë juve si taksapagus, si votus, por edhe si konsumator 100% vlerje prodhime vendore Shqip. Kryetari jonë, Balimo Arremi, i cili e ka mandatin e tretë, e ka ndryshue komplet qeverisjen në favor të zhvillimit ekonomik lokal, duke kriju partneritet, urat bashkëpunimit me sektorin privat, me bizneset, dhe për këtë arsye, edhe pse me territor Suareka është e vogël, me ekonomi i ka të i kalue shumë komunat mëdha, sidomos me prodhime vendore, duke përfshirë këto prodhuesit tonë të njohur, Agrokosova Holding, po ashtu Ahmet Kuqi me Suareka, por duke thënë se Zoti Shaqir Palushi është një nga prodhuesit më të mëdhej të prodhimeve të pijeve, i cili nga dita e parë në Aleancë është pjesë e jonja, ka dhonë kontribut jo vetëm për Aleancën, po për shtetin. Një nga eksportues më të mëdhej dhe ne e vlerësojmë secilin veç e veç nga ju, duke përfshirë edhe Zotin Naser, i cili sot ishin në vizitë dhe të tjerët. Ne duhet të lëjmë inatet personale, ta kemi një mision zhvillimin ekonomik të vendit. Duke mos pengu zhvillimin, ne bom krejt pjesë e zhvillimit ekonomik. Nderuar kryetar, në emër të Aleancës Biznesit, në emër të gjithë këtyre njerëzve që janë sot këto, faleminderit për mikpritjen tuaj dhe ne themi se faleminderit nuk është mjaft me thonë, por duhet që këta njerëzit të shohin mundësinë për me ardhur me investue dhe pikërisht kjo drek, kjo pritje edhe ka misionin tonë që njerëzit e diasporës të kanë një derë të hapur në komunën tuaj për të investuar. Urime dhe suksese. Teleshikues të Albike TV apo zërit të diasporës kam kënaqësinë që tani të prezantoj kryetarin e rrjetit global Omer Nuren, që do të na tregon pak a shumë se si e kalon Suarek dhe pritjen që patëm pas mbrëmjes, ndarjes së mbrëmjes që patëm si rrjeti global, njëkohësisht Semi Sulejmani, kryetar i rrjetit në Londër, natyrisht kryetari jam për arsye se unë vjen nga Londra. Faleminderit, do vazhdojmë me ju zotëri Omer, si e kalot, si e pat takimin mbrëm, por natyrisht pritjen sot nga kryetari. Faleminderit për përcjelljen së pari, ju përshëndes gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Dje ka qenë një konferencë ekonomike që
shqiptarët kanë arrit më në fund me i sjell bizneset nga diaspora bashkërisht me ato vendore, sepse pa vendore ne nuk kemi çka vinë këtu, kështu që edhe gjithë ata prodhues shërbime që ofrojnë, që ishin prezent, duhet falenderoj përzemërsisht që ishin prezentues ato, edhe gjithë ato biznese nga diaspora, me gjithë kryetarët e rrjeteve kudo që janë, i falenderoj përzemërsisht sepse ka shkuar konferenca përshëmbarje dhe më mirë s'ka qenë asnjëherë. Tani sot gjindemi në Theron, Soharek na ka mbet, Theron duhet ta quajmë sepse këtu është Theronda e vjetër, vend i lirë që na do të me ndryshu vendet e tona me emërtimet tona. Sot takuam biznese, prodhues që eksportojnë shumë në vendet e Evropës, deri në Australi, siç është zoti Palushi, që eksporton në Australi me pijen e tina Golden Eagle, edhe biznese tjera që nga prodhimi këtu në Theron, që kishin në parkun e biznesit, eksportojshin mbi 50% produkteve tyne për në tregjet evropiane e më gjerë. Kështu që si mysafir të kryetorit komunës Baliu, që e përshëndesim shumë dhe falenderojmë për mikpritje të jashtëzakonshme, që sot jemi 100 veta dhe 100 veta me organizu në një drek pune, edhe gjitha të vizita ishin të mrekullueshëm, edhe urojna që nga këtu takimet do dolin shumë bashkëpunime, sigurisht edhe për në Angli, për në Britaninë e Madhe që kemi kryetorin me Next Furniture, që takoj edhe Tenasiri, kompaninë, fabriken që i kishtin përmise 460 punëtor në prodhim nga lëkura, nga shtofi deri në përpunimin e drurit e gjëra tjera që janë, do më thot çdo fazë kishin të rregulluar në fabrikën e tyre dhe një pritje shumë miqësore e jashtëzakonshme për mendimin e gjithë bizneseve që ishin sot këto. Sem, po të drejton aty një rezime shkurt në lidhje me gjitha që ka i foli kryetari, po njëkohësisht edhe për pritjen e Soharek. Familje shumë, unës ato që ka e ceki kryetari për konferencën e Prishtinës në kom koment, jemi të fasionum edhe ka qenë diçka ma misa që kemi pritur. Ka qenë gjithë shka në regull, kemi pas mbi 400-500 biznise, B2B ka qenë e jashtëzakonshme, kemi shkëmby kontrata, kemi shkëmby kontakte, edhe ka qenë shumë e mirë. Momentaj që jemi këtu në Soharek apo në Theron, unë komet pa koment, duke fillu nga prodhimet e mobiljerisë që ishim atje, prodhimet e pijeve dhe mikpritja e atashme. Këtu që ka pashë në proporcion me, si që ceki kryetari i komunës, në proporcion me numrin e banorëve është komuna ma zhvillume në Kosovë, une nuk më pasë informata, sot unë e meta pa koment, do më thonë një kryetari mirë me prodhues edhe me emigrant apo neve që jemi jashtë shtetit, e ka bo një farë bashkëpunimi dhe e ka mri këtë nivel që une nuk kam koment. është për çdo lavrat. Une them që kjo është një shembull i mirë për gjithë Kosovën, do të jetë për gjithë kryetarët. Nuk kam koment, sidomos nga prodhuesi që e cek edhe kryetari, nga pjesë që kanë prek çdo shtet, çdo tavolinë, ndoshta çdo pjesë ku ka shqiptar, jo vetëm shqiptar, po edhe tregjet jo shqiptare, ne jemi për më krenu. Nëse në çet nivel shkumi, unë e shoh Kosovën shumë afër një nga qytetet më të zhvilluar në Ballkan, mund të them pa koment. Zotë kryetare, gjatë rrugtimit këndej në raste të shohëm mjaft, po jo edhe atë shumë, për arsye se është një orë ose 2 orë udhëtim, si e pat ambientin dhe nivelin e organizimit qytetit, edhe të rrugës, edhe të si të përgjithësi të ambientit, krahazuar me Finlandën, jeni një element i mirë se ne shembull më konkret në këtë aspekt, edhe pse koha shkurt. Po, ne arritëm në qytet, në qendër të qytetit të Therondas, ku pastërtia të bje në sy së pari. Trotuarët për herë të parë në mas Prishtinës që një javë që jam rrugës,
i pash një grua me 2 fëmijë trotuarëve të ecë. Do me thosë se trotuarët plot me makina në Prishtinë dhe të llovie modhe ose në qytete tjera nuk kanë lë hapësira kështu. U po një organizim i mirë, sepse një kryetar i mirë sigurisht edhe e kërkon nga ndërtuesit, nga pruna publike që të shfrytëzohet nga qytetarët vetë. A ke mundësi t'i dhom edhe një kompliment banorëve e qytetarëve të Ferrandës për arsye se edhe ata kanë luajtur një rol të hatashëm në këtë nivel të standardeve që më pasionon. Gjithsesi edhe ne do ta përmirësoj kryetarin Semi Sulejmani sepse dje kanë qenë përmi 500 biznese në aktivitetin, në konferencën ekonomike, prezantuese, përmi se 500 biznese i kemi të regjistruara në aktivitetin e konferencës ekonomike, por pa regjistruar kanë qenë edhe diku 100 tjerë, që dua të falenderoj përzemërsisht secilin nga ata që kanë marrë pjesë, edhe dua të njoftoj edhe gjithë teleshikuesit tuaj që ne organizuam dhe krijuam degën më të re të rrjetit global bizneseve shqiptare, që është rrjeti në Maltëzi, ku ne bashkërisht shkuam edhe me iniciativën e bizneseve atje, u të buam e bënëm kuvendin siç na kohije dhe u zgjedh një kryesi e re me Ylli Kallabaja, që ishte një kryetar djalë i ri, po i edukuar, i shkolluar dhe nga një familje që kishin shumë punëtor, shumë biznese, edhe ato ishin biznese që ne u njoftuam edhe një B2B e bënëm për ato, edhe në konferencë na erdhen përmi se 30 biznese nga treva tona të Malit të Zi, nga Tuzi, nga Ulqini, edhe e i mirëpresim në familjen e madhe të rrjetit global bizneseve shqiptare. Na priten në shtëpinë e kulturës. Çfarë përshtypje ju nga pyetja të marrë parasysh që është e shtunë dhe sigurisht do dash me bëni reorganizim të thellë edhe pak qoftë nga ju zotëri kryetar, qoftë edhe nga ju sen, nga aspekti i biznisit, si e shifni standardet cilat i panë, sidomos në fabrikën e drurit dhe fabrikën e rrjetit në fund? Rrjetave për fasada të ndërtesave. Pritja ka që madhështore, nuk e prit, me thonë realisht, ka një pritje madhështore, është sot e shtunë, kemi muzikë, na jam pa koment, faktikisht, në rrjeti i bizniseve po vlerësohet, faktikisht po vlerë vlera jonë, nuk jemi vetëm numër, jemi edhe vlerë. Kjo duke falenderuar kryetarit të komunës, i cili ja din vlerën Mërgatës, dhe nuk e kishte vlerësuar Mërgatën vetëm si numër, po i ka stimuluar dhe i ka ndihmuar që këta të jenë edhe prodhues. Edhe respektin që pash sot në Ferrand, është për Mërgatën është për të lavdëruar se këta njihen si në shtëpinë e vet, edhe më shumë privilegjuar. I pritjet e tyre dhe mënyrën si i ndihmon për të bërë biznes është shembulli më i mirë në Kosovë, por nuk duhet të them për gjithë kryetarët do të jetë shembull, se kjo na ndihmon neve si Mërgatë edhe të krenohemi me këto punë që i bëjmë, sidomos në prodhim. Ne si Mërgatë kemi hapim dyert e tona, ne jemi urë. Rrjeti biznes është urën e prodhimeve kosovare, që në vend se dalin trit në Evropë, dalin prodhimet e Kosovës në Evropë. Motoja jonë është sa ma shumë prodhimet, sa ma shumë që të ngritet mirëqenia me ndihmën tonë. Ne kemi mundësi në çdo qendër në Evropë ta bëjmë nga një lloj warehouse apo showroom-i, duke ndihmuar Kosovës, duke ndihmuar prodhuesve të vogël. Iniciativa jonë është më shumë duke marrë nga 1-10 konsum apo 20 konsum, që ata që s'ka mundësi me marrë pjesë në panailet evropiane, ti tregojnë çka po duhet të kanë, ne po mundohemi të hapim një derë të re me rrjetin global bizniseve, ti ndihmoj këtyre njerëzve me gjithë ata mundësi që kemi për të deportuar në Evropë produktet e tona, se nuk janë për të nënvlerësuar. Eagle Pia që është më e kërkuar apo më e shituna në gjithë botën, në Londër mund të them lirisht që është në mas Red Bullin vje Eagle Pia më e pime, vetëm nga shqiptarët, po edhe nga të tjerët, me kualitet edhe me sasi që shesin, po edhe i kam rritë gjitha standardet. Kryetar për fund, të lutem, du me plotësu edhe pak, para se më orë këtu ne ishim në fabrikë në Proton Cable, që është në Prizren,
ku nga rjeti ka filluar eksportin në Austri, nga rjeti i Austrisë që përgëzojnë rjetin e Austrisë për kontributin e jashtëzakonshëm, edhe tani kur shkum në magazinën e tyre, prodhimi i tyre eksportohet gjithë Evropën, edhe 80% të prodhimit shkon për eksport. Rjeti global i bizneseve shqiptare nuk është vetëm i Kosovës, bëj ftesë edhe shqiptarët nga Shqipëria, shqiptarët nga Maqedonia, shqiptarët e trevave tona që na u bashkangjiten, të bëhen pjesë e rjetit global bizneseve shqiptare në Britani së pari, sepse ju jeni më së pari antar të shtetit ku ju jeni, edhe të na përcjellni për nevojat tuaja që doni me importu ose me eksportu në shtete tjera, të kanë mundësinë të eksplorojnë vendet e tyre, më së pari prodhuesit e tyre, pastaj të shikojnë mundësitë e bashkëpunimit edhe në treva tjera, edhe në shtete tjera ku shqiptarët funksionojnë. Unë jam në Finland, kurse ju jeni në Britaninë e Madhe, ne jemi çdo shtet i Evropës ose botës ku ka shqiptar, ju i keni tregun e juaj, bashkangjitin e rrjetit global bizneseve shqiptare. Kjo ftesë për të gjithë juve, mirë se vini në familjen e madhe të rrjetit global bizneseve shqiptare. Unë shfrytëzoj rastin të ju falenderoj ju të dyve për arsye se unë i takoj grupit të rrjetit, por natyrisht investorët e kohës dhe idejes, natyrisht edhe të asaj financiare që ne quajmë sponsor, jeni ju dy, duke pas edhe shumë shoqëri të tjerë që kanë investuar zakonisht shumë dhe sponsoruar. Shfrytëzoj rastin të ju falenderoj juve konkretisht, por natyrisht gjithë anëtarët e rrjetit. Faleminderit juve, na prift të mora bashkërisht e mirë se vini në aktivitetet tona që janë çdo mujore në gjithë Evropën e gjithë botën. Faleminderit e mirë se vini. Kryetar përgëzoj. Faleminderit. Përgëzoj kryetar. Shikoj të zëret e diasporës të kombinacion që si mysafir takon edhe zotri Bali Muharremi, kryetari i Komunës të Randës Soharekës, që mas pare të falenderojmë që na ka bënë pritje për mrekulli, na ka hecë në për rrugë ndryshme, natyrisht edhe në për biznise ku patëm mundësi edhe me i prek bizniset në mënyrë që funksionojnë, që ka në la përshtypje të veçantë ishte shtëpia e kulturës. Do të marrëm falenderoj shumë që gjetët kohë. Faleminderit edhe për juve, po është vërtet, unë me dëshirën më të madhe kom pritën, domethënë diasporën, unë i them vllazërit tonë, motrat tona, kanë ardhur në vizitë, është kanë një konferencë dje në Emerald. Sot kanë shpreh dëshirën me vizitu edhe komunën e Sarikës, një komunë e mesme, po me shumë gjëra të mira. Edhe dëshirën e kam ju prit mirë, pasi që për mua shtylla kryesore e zhvillimit të komunës së Sarikës janë diaspora, janë bizneset e Sarikës e qytetarët, to 3 shtylla e kanë ndërtuar Sarikën. Falenderimi më i madh shkon për diasporën, po foli për fazën vitet 90 kur e kanë financuar arsimin në Sudisin. Shpreh falenderimi shumë madh për financimin e luftës Kosovë. Njështu falenderimi shkon edhe për ndërtimin e Kosovës pas luftës, domethënë që kanë një kategori që na kanë ndihmuar shumë, edhe sot na ndihmon. Me thonë të drejtën, Sarika momentalisht sipas arsimit të fundit numëron 45.700 banor, mirë po Sarika ka 92.000 banor, domethënë gati më shumë se 50% qytetarëve tonë janë në diasporë. Mirë po, gjatë sezonit të verës, po thamë korrekt edhe kush ndryshon Sarika, sidomos për festat e fundvitit, domethënë muji dhjetor është shumë interesant Sarika. Për mua është muji dhjetor është muji festa, njështu vazhdon në disa ditë janari, kështu që atmosferën më të mirë në bojnë diaspora. Sa përket punë atmosferës e diaspora kur vin është një, si them, një lulje bashkë, shtesë. Ndërsa nga ajo që pam edhe shumë komente që i ndigjohen nga 100 pjesëmarrës që ishin e ma shumë ndoshta të bizniseve, sidomos prej diaspora, ishte pastërtia e qytetit, organizimi i rrugëve, organizimi i komunikacionit, pritja nga ju dhe stafit përgjithësi, mos të anashkëllit dikon, po është pozitive apo puna e madhe e njerëzve të Soharekës apo edhe menaxhimi po e lën rolin e vet për me bën një punë të tillë. Ja, unë zëher tham, meritet janë qytetarëve. Zhvillimin e ka bërë qytetarët, e kanë bërë diaspora dhe kanë bërë biznise. Kuptohet se jam i dhënën shumë mos ambientit, edhe unë çdo vit organizoj në muajin prill, në 22 prill, është dita e ambientit, dikon 7.000 nxënës, qytetarë, mantill bar, muzikant, artist dalën e kemi aksion. Ato e bëjmë më shumë për shkak të vetëdijësimit të qytetarëve. Për arsye se me pa, dhe kështu që ambientin e kemi shpirt,
Jam i vetëdijshëm që unë sekretari i komunës nuk mujmë me ndërtua fabrika, mirë po kemi mësi ta kemi një ambient të pastër, për arsye se ambienti i pastër është shëndet për gjithë qytetarët tonë. Jemi me një vend ku pretendimet tona janë të punu një rrugë që lidhëm me Brezovicën, është një vend turistik. Këtu veç me asamble komunale kemi shpallë 700 hektar, do të jetë fshati turistik më i madh në Kosovë. Ftoj diasporën për një vend shumë të mirë, me kalu pushimet e verës, kështu që besoj që shumë shpejt do të shon pamjen e komunës Sarakës komplet, do të lidhëm me komunën e Brezovicës, një vend atraktiv që mundohemi ta zhvillojmë turizmin. Çka disa fabrikat cilat ju krenoni me to, disa i pam, i kemë të rekorduar me sigurisht do t'i publikojnë, ndërsa disa tjera si s'patë mundësi me folë lidhe me to, edhe me sa ndigjohon, ju thatë janë vetëm 95% cilat si kemi pa, ndërsa... Jo, unë për thamë sot, ju keni pa vetëm 1% të fabrikat që kemi në komunë Sarekës, për shkak të agjendës, për shkak të kohës limitune, kemi edhe shumë fabrika tjera. Ne kemi edhe kompani gjigante që mirën me ndërtime të larta. Kemi një kompani shumë madhe që ka qarkullim dikun 300 milioner me qarkullim të naftës së biznise, është i Sarekës. Unë thash vitin e kaluar kemi pas qarkullim firmat e Sarekës 480 milion, pa i llogaritur një 300 milion që nuk janë të regjistruar në komunën tonë, po janë të regjistruar për shembull në Prishtinë. Ne po kemi shumë fabrika të mëdha, ne kemi 2 zona industriale, pretendojmë shumë shpejt trading të fillojmë, aty do të vendosin 100 biznise. Unë qëllimin e kam që 100 biznise ka 10 vetë punë, ata bojnë 1000 vetë punë, shto që do të sigurohen edhe 1000 vena të reja të punës, ata që dojnë me punu, mirë po unë jam të fregu që keme pas problem në të armë në fuqi punëtore. Si për të rrumbullaksu gjithë këtë punë, edhe faleminderit për drekën që ke organizuar për ne, natyrisht, na tregon diçka lidhje me rrjetin e biznesit konkretisht dhe mysafirët që mu më erë mirë që do më thonë disa bizneset që kanë nga diaspora, kanë dëgju për referendum për Sarekën, po nuk e kanë pas Sarekën, edhe sot ju ndryshu komplet koncepti tyne, unë nuk dashta me folë, ne jemi partë në kulturë, jemi të partë në sport, kemi klubin në Ballkanin në Super League, ose që vjetë kuptohet është vajnë e dytë, po është konë kampion. Kemi yllin jashtu që është Super League, kemi klubin e volejbollit femëve që është Super League, kemi edhe shumë klube tjera, domethënë, edhe du me të cekë shka më rëndësi, në Sarek, për një kryetar komunal, qoftë se din me punu me biznese, është në gjendje me mbledh dhe 2 milion euro mrena javës, vetëm me ditën qëllimin që ki shumë saktë dhe ki përnimet. Rast konkret, dhe i tash kanë nëmë bi 1.5 km biznes të Sarekës, një biznes ka ndërtua shtëpinë për persona me aftësi kufizune, që është bira 500.000 euro. Tjetër ka ndërtua një objektin për sindrom Down dhe autizëm, 450.000. Tjetër ka ndërtua sallën, ka ndërtua qerën e fëmijëve. Tjetër kompani ka ndërtua ratë të ullimet, kështu që kemi shumë kompani që ndihmojnë. Ne nuk e llogaritëm ata si donator, po ata kanë investuar në shtëpinë e vet. Kështu që me Sarekën me të vërtet me ditë punon shumë mirë. Kryetarisht e kënaqësi të kam në intervistë, edhe pse shkurt, natyrisht edhe për pritjesin e ke bën si rrjeti bizneseve globalisht shqiptar. Faleminderit shumë, besoj që vitin e shumë të shihemi në herë, do të kalojmë më mirë, do të mundi me pa më shumë firma në komunën Sarekës, dhe besoj që në vitin e shumë startojmë një zonë të re ekonomike. Gjithsesi puna jonë si zëri diasporës është që ta ngrisim zërin dhe ta tregojmë realitetin atë që ka prekur me dorë, ndërsa puna ju është ajo puna që keni bërë ndër klubin, prandaj ju përgëzoj. Faleminderit shumë. Tani kam zotëri Bedri Sukën, kryetar i degës së rrjetit bizneseve në Itali, dhe njëkohësisht në bashkëpunim me kryetaren e Ferrandes, zotëri Balimuarin, në botë mundshme një vizitë mrekullueshme këto në Suharek apo Ferran sistemin. Bedri na tregon pak më shumë për punën tuaj në Itali, natyrisht edhe për pritjen që ne keni organizuar, po thonë. Po, unë jam Bedri Suka edhe jetoj prej vitit 99 në Itali. Ne, do më thonë, 2006 të kena fillu me produkte ushqimore në qytetin e Trevizës në Itali, edhe atë ne kanë lindë një farë vullneti që produktet tona shqiptare mund me pas edhe në tregje, edhe në marketa, do më thonë, të italianve. Unë në Unionin e Bizneseve jam prej vitit 2014, do më thonë kur është themelu dita pare Unionit Bizneseve në Prishtinë. Edhe prej asaj dite, do më thonë, asnjëherë nuk jam shkput prej Unionit Bizneseve.
edhe pse gjatë rrugtimit kena pas vështirësi edhe ndryshime, po ne gjithmonë kemi qenë afër edhe jemi mundu me bë më të mirë në mashme në Itali. Në ndërjetën e bizniseve kësaj here në këtë konferencë, që mbajtëm pak dje dhe dje, mas shumë të patëm njerëz nga Italia, sigurisht ju që e keni organizuar dhe antarë të rritë bizniseve. Po natyrisht ju në ndërlidh edhe me komunën e Ferrandës, se cila në bani në pritje në ty. Në trego paka shumë, sa të desh punë për këtë qëllim? Kjo ide, do më thonë, ka lindë në shkurt 2026. E kom pas për vizit kryetarin e Suarekës në Itali. Edhe ne prej 2014 kena bën çdo herë vizita në qytetet e tjera. Të di që unë vi edhe nga Suareka, po edhe të ditë forcën edhe bizneset që janë shumë të forta në komunë Suarekës. E bisedu me kryetarin e Suarekës që si mund të bëjmë një vizit në Suarek, se kena bëjmë, dhe më thonë është tjera parë që bëjmë Suarek. Edhe kryetari e priti me shumë dëshirë këtë vizit, edhe na është dash një 2 muaj për më organizu këtë parë organizim. Shtëpia kulturës dhe bizniset Suarek, për të mblan për shtypje, natyrisht edhe pas tërtia në qytet, dhe ajo najen e për restoran dhe pak shumë i gjak e Italisë. Na tregon pak a shumë si po arrin Ferranda këtë punë mrekullueshme, natyrisht njerëz të mirë. Ferranda mas pari, do më thonë, i ka njerëz shumë të mirë. Edhe janë atë shumë të kulturumë që kanë kujdes për ambientin edhe për qytetin. Po, tu mos e anashkallu e kemi një kryetar jashtëzakonisht mirë, një kryetar shumë punëtor, po njëkohësisht kemi edhe biznese jashtëzakonisht forta në Suarek. Unë ju përgëzojtë një herë për gjithë angazhimet që po i bani, natyrisht bizniset diasporës që po i tërhiqet në Kosovë, me punë e juve, me punë e vjetit, po edhe kryetaren që bani një pritje të jashtëzakonshme dhe tregoj se si shembull që ka mundësi jeta më zhvillu në mënyrën më të mirë në Kosovë. Unë një falenderem ju thamë edhe bizneseve të Italisë, do më thonë sot jem dikon 30 biznesmen ma sukseshëm çka i ka Italia për shqiptarëve. Edhe me ta e kem kriju jo vetëm punë institucionale, po një farë mënyrë e mballë shumë shok, edhe bashkëpunojnë shumë njani me tjetri. Kështu që këto 30 biznese që kanë këtë nuk kanë mujtë me marrë pjesë të gjitha, se na jemi qindra biznese atje. Po radhën tjetër garant që do të vinë ato biznese tjera dhe këshirëm që ka mujna me bëjë jo vetëm për Suarekën, por për krejt Kosovën. Edhe ju përgëzoj për punë. Faleminderit.
Nuk